Ka thënë alayhi salatu wasalam, çdo kafsh që ka kriju Zoti në tokë, ditën e xumë, kur ta mrihet këtë fazë, pak para se me lind dielli, kur përfundon atë dhe hin koha e sabahut, thot musikhatan, ripezo, nashta dita e kiametit sot, ripezo, nashta bot kiametit sot, deri të lindë dielli. Kur të lindë dielli, thot të di që s'ka në kiamet. Thot krejt e bojnë këta prej kafshëve, thot alayhi salatu wasalam, pos biri Ademit. Biri Ademit qohet sabah, leqi ka i sabah. Pa i plani vesh të më janë ngu muhabet, apo thot. Ai leqi ai nuk mërzitet se ka i sabah. Ai nuk mërzitet se sot e ka ditë humbur, e ka ditë dështume. A nuk i vën marrë një njerit i cili shembull ta zona nuk i çon farzët e Zotit vën, çish duhet mu qun në sabah e në aksham, në sabah e drek i kindi e aksham e jacimi gjikur të tjerët. Po ti be inderum sabahit ka ik, ti farzën e Zotit si ki qun vën. Kujt i fol për Zot? Zotin na fal, ja Rabbal Alamin. Ka ndoj vëzë, shko, çdo kafsh ka, ço. Edhe prit ditën e xumë, mos bëhet kiameti. Desa lindë dielli. Pos biri Ademit. Biri Ademit ka qenë. O, dhe lehti sa po që më i kajtë se kena punë na.